Unë jam realiste. Po. Nëna imi nana, edukojmë preza, shkit normale që du të mu përkra gruja. Na vetë, na gratë, na du të mu përpjek që në mënyrë organike me u zhvillu. Personalisht, jam nanë dhe zotruna me mdodhune, nuk është që unë e rrisë fëmijën tem, nuk është që pa tjetër martohë. Se mentaliteti që gruja duhet me u sakrifiku, ose për para ka qenë gruja. E feministe heq? Unë jam realiste. Po. Jam realiste, normal që gruja du të mu përkra në gjdo aspekt, se gruja e bon jetën, krejt nëna imi nana, edukojmë preza, shkit normale që du të mu përkra gruja. Aty ku përkrat dhe edukohet e arsimohet gruja, a i venis për para. Apo përkrat shoqërini grua sot taman mjaftueshëm si duhet? Mjaftueshëm nuk po përkrat, po progres ka, është i pa diskutueshëm progresi. Se nëse kthehemi mrapa 20-30 vjet për mrapa, llogaritën e, do të thonë, çfarë diskrepance ka ajo kohë me këtë kohë. Është padyshim që gruaja ka ecë shumë përpara. Po na vetë, na gratë, na du të më u përpjek që në mënyrë organike me u zhvillu, mu arsimu taman, me fitu dije taman edhe me ecë përpara. Masi që e grua, burrave shumica dhe më thonë, i bëhet presioni se ka vdek gruaja dhe më thonë, du të martu gjithçysh. E pse një grua dhe më thonë, i bëhet shumë e madhe, dhe më thonë, nëse ka vdek burri dhe më thonë, nuk ban më martu. Tashi, ato opinionet që mund mi pas njerëzit janë të ndryshme, po për mendimin të tem, nëse qoftë burri, qoftë gruaja, nëse ata janë të pajtimit me u martu, pse jo. Unë personalisht jam nanë dhe zotruna me mdodhune, nuk është që unë e rrisë fëmijën tem, nuk është që pa tjetër martohna. Absolut, e rrisë fëmijën tem. Pse të më thonë, grave nuk i bëhet presion për mu martu, e burra po. Shtetën një burë duhet pa tjetër. Është pjesë e mentalitetit vjetër, është normal që nuk e di pse, nuk e di, po është pjesë e mentalitetit që gruaja duhet me u sakrifiku, ose për para ka qenë, gruaja duhet me lanë fëmijët te familja e burrit, murrit nga hallat, gjyshet, agjallarët, e vetë mu martu. Ajo nuk ka qenë fare logjike, se fëmiju duhet me qenë pranonës gjithmonë. Me pas një drejt edhe një grua me gjithë fatin? Absolut po, absolut, ka drejt. Ka drejt edhe burri dhe gruaja, nuk ndalohet kjo as me ligj, as me fe, as me kur që nuk ndalohet. Pastaj është vendimi i vetë grus. E di që ka presion ka, e diskutohet që ka paragjykime, se na jemi si popull të prirur me paragjyku. Në përgjithësi, ma shumë i ngjiten fjalët një gruaje sa një burri, e diskutohet. Po me kohën besoj që edhe këto kanë më eliminu. Gjeneratat e reja janë shumë mendje hapura dhe menoj që ka me ndryshu në të ardhmen shumë ma shumë edhe kena me qenë shumë ma përpara në këtë aspekt. Një mesazh si një grua fort, që ke shumë grua fort, lidhe një mesazh gjitha të grave, do shta të jetë motivim për to. Po gratë, gjë e parë që duhet ta bëjnë gratë është të shkollohen. Shkollimi është ajo porta e suksesit çdo njeriu, e sidomos një gruaje, edhe kur ti je shkollume, je e zonja e vetvetes, nuk mundet askush më të nënvlerësu as më të shkel. Do të thonë, duhet shkollohesh edhe ta vlerësosh veten. Kur ti e vlerëson vetveten, patjetër që do të vlerësojnë edhe të tjerët. Ishte shumë krahasim. Gjithashtu. Urojmë të mirat. Faleminderit shumë. Kalosh mirë, faleminderit.